Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju dhëmb gjuri, me këtë recetë do shpëtoni një herë mirë nga ky problem. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet, mund të mbështetemi tek mjekësia alternative e cila mund të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuq djegës mund të ndihmojë më shumë nga sa mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Ju duhen 2 lugë piperi kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzjeni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme, antiinflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjet e gjurit. Mund ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni direkt në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë për disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë ju duhet që të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që ju aplikoni. Kjo është kura natyrale kundër dhimbjeve të gjurit. Ja, përbërësit. Me kalimin e kohës, trupi i njeriut humbet forcën e vet dhe bëhet më i brisht. Kyçet preken më lehtë nga frakturat për shkak të vështirësive në lëvizje. Piktakimi i kockave përbëhet nga ligamente, tendina, kapilar, të cilët veshin edhe muskujt. Gjuri në veçanti përballet me shumë stres sepse mundëson jo vetëm lëvizjen e pjesës së poshtme të trupit, por edhe mban pjesën e sipërme. Sipas ekspertëve, kupa e gjurit është ajo e cila ka nevojë për lubrifikim të vazhdueshëm. Në të kundërt, preket nga inflamacioni. Dhimbjet janë të forta dhe kryesisht shkaktohen nga artriti, reumatizma, lëndimet, sëmundjet imunitare, infeksionet, tendinat problematike dhe gjithashtu akumulimi i acidit urik e të tjerë. Për fat të mirë ka shumë kura natyrale kundër inflamacionit, një prej të cilave ne do t'ju prezantojmë sot. Speci i kuq djegës. Speci i kuq djegës është përdorur për shekuj kundër dhimbjeve. Ai përmban kapsaicin që bllokon transmetuesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina nga ana tjetër ndalon fibrat e nervave që të ndjejnë dhimbje dhe ta transmetojnë atë. Kapsaicina parandalon shpërndarjen e dhimbjes në zona të tjera. Uthulla e mollës. Sipas të dhënave, uthulla e mollës futet në lëkurë dhe shpërbën kristalet e acidit, të cilat formohen në kyçe. Acidi acetik zbutë gjithashtu dhimbjen e tendinave dhe inflamacionit. Për më tepër, uthulla përmban shumë minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi dhe gjithashtu fosfori. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është shumë i dobishëm kundër inflamacionit, madje ai shërben edhe si një vaj bartës tepër i shkëlqyer. Xhenxhefili. Studimet kanë treguar se aplikimi në lëkurë i xhenxhefilit zbut dhimbjen e osteoartritit brenda 1 jave. Xhenxhefili nuk ka një natyrë agresive dhe ka aftësinë që të vonojë madje dhe të shmangë nevojën për përdorimin e trajtimeve më të vështira mjekësore. Këto janë kurat natyrale për dhimbjet e kockave, gjurit dhe të kyçeve. Kjo pastë pakson inflamacionin dhe zbut dhimbjen. Kjo pastë bëhet duke përzier vaj ulliri, uthull, xhenxhefil dhe gjithashtu specë djegës. Të gjithë këto përbërës luftojnë inflamacionin edhe nëse konsumohen si ushqim. Përbërësit janë 2 lugë gjelle me specë djegës pluhur
1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri ekstra të pastër dhe njëkohësisht të ngrohur. Si uthulla, ashtu edhe vaj kanë të njëjtin efekt, prandaj ju mundet që të zgjidhni sipas mundësive tuaja. 1 copë e vogël xhenxhefil të grirë holl. Përgatitja: përzieni uthullën ose vajin e ullirit me specë djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni ato në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajini për 20 minuta. Më pas, shpëlajini zonën dhe thajini me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mundet që ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi përzieni edhe një herë. Ne ju rekomandojmë që dhimbjet e kyçit, gjurit dhe gjithashtu të kockave nuk duhet të neglizhohen. Shpesh ato kërkojnë një ndërhyrje mjekësore, por në shumë raste, kurat natyrale ju ofrojnë edhe qetësinë e munguar. Këtu gjithashtu do t'ju prezantojmë recetën e cila largon dhimbjet e gjurit vetëm duke përdorur vezë. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë sigurisht gjunjët, meqense ato na ndihmojnë në lëvizje vendimtare dhe tepër të rëndësishme. Gjithashtu, gjunjët janë mjaft të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe njëkohësisht shumë lëvizje të tjera që ne i performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet gjithashtu që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit ju duhet që të veproni sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet të cilat mund të sjellin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç krejt natyral shumë të rëndësishëm i cili është njëkohësisht në gjendje të qetësojë dhimbjen në gjuhë për disa minuta, por jini të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet që të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe njëkohësisht artriti. Hidhini një sy kësaj recete dhe do të shikoni se rezultatet janë vërtet befasuese. Përbërësit që juve do t'ju duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 1 e verdhë veze dhe 2 lugë krip bashkë me një fashë elastike. Udhëzimet: rriheni fillimisht të verdhën e vezës dhe më pas përzieni atë së bashku me kripën. Por tani që e bët përgatitjen, si duhet ta përdorni këtë recetë? Fillimisht aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe më pas vendoseni atë direkt në gjuhë, si edhe përdorni fashë elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktikë me fasha të paktën 4 herë në ditë. Mirë, po gjithmonë duhet të kujdeseni që të ushqeheni shëndetshëm dhe sidomos të kryeni sadopak aktivitet fizik në mënyrë që të forconi kockat tuaja, por sigurohuni që aktiviteti fizik të mos jetë i tepruar dhe të mos përfshijë futjen e gjymtyrëve në një aktivitet të plotë. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!